Banori më i ri në shtëpinë e yjeve është Shkodrani Seno Fishta, një menaxher sportistash. 38 vjeçari ka 4 muaj që ka krijuar një podcast si platformën e tij ku interviston personazhe të ndryshme të sportit dhe politikës. Në prezantimin e tij, ai tregon që është i divorcuar. Mbase, ai do të jetë një banor që do të krijojë një romancë në shtëpinë e vëllait të madh, por kjo pritet për tu parë. Ai është shprehur se synon të ruaj modestinë në këtë rrugtim. Ledioni, ndërkohë e ka pyetur banorin e ri se, meqense është shkodran, është e natyrshme që të krahasohet me Luiz Eillin. Luiz Eilli ka bërë një performancë të jashtëzakonshme, e ka mbajtur publikun me humor, por unë do të thoja që i kena punët e ndara. Ai ka pasur borxhet e veta, unë të mijat, u përgjigj Seno Fishta.